Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i kam përgatitur për familjen time. Sot kam përgatitur një recetë të veçantë që kur e kam provuar për herë të parë, jam penduar që nuk e kam përgatitur më përpara, sepse bëhet vërtet fantastike, shumë e mirë. Jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj pasi ta provoni. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Ftojt pasi kemi pastruar nga i pushi që kanë kur i marrim nga pema, i lajmë shumë mirë dhe i pastrojmë nga lëkura. Kjo pastruesja që pastron patatet është ideale për të pastruar ftojnë, duke qenë një frut që është pak i fortë dhe i vështirë në prerje dhe në pastrim, por kjo do ju lehtësoj më mirë pjesën e pastrimit. I ndajmë në dy pjesë, kështu si kam treguar në video, dhe i heqim pjesën e farave me ndihmën e një thike, me kujdes mos priteni nga duart, pasi ftojnë, siç e thash, janë pak të fortë në pastrim. Pasi kemi në këtë formë, do marrim një enë ku do shtojmë ujë dhe lëng limoni. Kjo pasi do t'i vendosim aty duke i pastruar dhe duke i vendosur aty në mënyrë që të mos nxihen, pasi që të marrin atë ngjyrën e bukur që ju pat në fillim të videos, duhet që të mos nxihen gjatë përgatitjes dhe i lëm aty derisa t'i mbarojmë të gjitha bashkë me lëkurat. Prandaj nuk i hedhim, i ruajmë edhe lëkurat, i vendosim ato në fund të tavës kur i kemi gati të gjitha dhe na duhet një shegë të cilën e pastrojmë dhe do shtojmë gjysmën e pjesës së shegëve, do ta shtrojmë në tavë, do t'i vendosim ftojt, kështu si tregohet në video, do shtojmë pjesën tjetër të shegëve në fund, i ruajmë ja 2-3 lugë kokra për në fund fare për ta shërbyer dhe do shtojmë 5 lugë sheqer. Unë kam përdorur sheqer të bardhë, mund të përdorni edhe sheqer kaf sipas dëshirës tuaj, ose çfarëdo lloj sheqeri që ju përdorni në shtëpi. Do shtojmë edhe 1 gotë ujë. Do ta mbyllim tavën me kapak dhe do ta zgjejmë në zjarr të ngadaltë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Mos harroni edhe 2 shkopa kanellë sipas dëshirës, por i jep aromë shumë të mirë. I kthejmë në të dy anët, pra i kthejmë nga ana tjetër gjatë zjerjes, i lëvizim her pas here në mënyrë që të mos na ngjisin. I mbulojmë përsëri me kapak derisa të zbuten plotësisht dhe do shihni me sy që pasi zbuten janë gati dhe ai lëngu është trashur dhe ka marrë formën e një shurupi. I vendosim në pjatë, shtojmë lëngun të cilën e kullojmë nga farat dhe nga lëkura e ftojve, i shërbejmë me pak kokra shege të freskëta, mund të shtoni edhe akullore sipas dëshirës, shkon shumë, por unë në dimër nuk mbaj akullore në frigorifer, nuk e përdorim domethënë, dhe e kam shërbyer kështu si duket në video. Janë mrekulli, duhet t'i provoni patjetër, mos i lini pa provuar pasi do ju pëlqejnë. Si ju duket si recetë, pres përshtypjen tuaj në koment dhe mos harroni të bëni like dhe të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Faleminderit nga zemra.